Zotja Haradinaj, faleminderit që keni pranuar ftesën e Periskopit. Ndihemi të nderuar, ty kemi mysafir. Faleminderit për ftesën, Ilir. A jeni po gati për zgjedhje? Kjo situatë çfarë tash 5 vjet, domethënë gjithçka është e pritshme. Natyrisht ne jemi në prag të reformave të brendshme. Do dhe në dhe zgjedhjet e jashtëzakonshme edhe si aleancë jemi të kënaqur me performancën, me rezultatin. Natyrisht gjithmonë pritjet janë më të mëdha, po ky është rezultati real, e kemi pranuar. Tashti pothuajse i kemi konsoliduar radhët e brendshme, kemi strukturën e re, kryesinë e re, kryetarin e ri, kryetarët e degëve, nëndegëve, delegat dhe natyrisht një subjekt politik duhet me qenë gjithmonë i gatshëm, aq më tepër kur e din kush është në pushtet edhe që është një kryeministër i pa parashikueshëm. Domethënë për këtij njeri që s'ka pritet. Megjithatë, po e çuni rezultat të mirë, rezultatin e aleancës në zgjedhjet e 7 qershorit. A mund të quhet rezultat i mirë vetëm kalimi i provës? Po në çfarë rrethana që jemi qenë si subjekt politik, sfidat që i patëm, goditjet në brez, në farë forme u kthyn target i pushtetit. Domethënë krejt industria, krejt ajo farë nën toka e tyre pothuajse kishin veç një qëllim, domethënë pengimin e aleancës me kalu provën. As më tepër kur e diktuan që është lirimi i numrit ne, në këtë rast domethënë ndrimi i pozicionit liderit. Natyrisht që edhe subjekte shumë më të mëdha mund të kenë lëndime. Kështu që për neve, domethënë nuk është rezultati i kënaqshëm kuptimin ç'a pretendojmë, por në këto rrethana çfarë ishim, sulmet që i keshëm, gjendja, zgjedhjet e njëpasnjeshme, domethënë gjitha këto ishin sfiduese për aleancën. Por faleminderit shumë për njerëzve të cilët e kanë mirë kuptuar gjendjen çfarë kemë dhe i kanë dhënë besim aleancë në një shifër që kur e pam gjendjen e përgjithshme të subjekteve politike, aleanca dul domethënë me një 60.000 vota më shumë se sa zgjedhjet që ishin domethënë 6 muaj më herët. Pra për këtë arsye jemi të kënaqur. Ty e kalkuluar rezultatin që e keshëm me rezultatin që e kem. Është shifër modeste, gjithmonë do të bëjmë përpjekje maksimumin me bë më të mirën për të ardhmen. Por po, për neve është i kënaqshëm, edhe mirënjohje për gjithë ata që kanë përkrahur aleancën, se na kanë votuar edhe njerëz që nuk kanë bëj me aleancën, kanë votuar qytetarë të lirë, që kanë pas bindje që AK duhet me qenë në parlament edhe me theks veçantë Ramon Haradinaj duhet me vazhdu me qenë prezant në parlamentin e Kosovës. Aleanca kryesisht dhe jo pa të drejtë është shihet, perceptohet si një parti që kryesisht dominon rrafshin e Dukazhinit, pjesë e Dukazhinit. Tash me këto ndryshimet mbrana që i keni bërë, me leadershipin e ri, me kryesinë e re, me një laramani të personalitetë ndryshme, a keni plan me ushtri në komuna tjera që mos me met vetëm në petkun e themit të Dukazhinit? Po, me konë shumë i hapur. Dihet që në komuna tjera nuk keni rezultate keni shumë të dobta. Pazon Gjilan, Poduje. Vërtet është kjo që e thu, por nëse sheh historikun e aleancës, aleanca ka pas një shtrimje të jashtëzakonshme në pjesën e Anamoravës. Në një kohë 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Ishin ato goditjet e njëpasnjëshme kur lideri u rikthye në rrezikim. Për shkak për njerëzit ndoshta se tash janë bo disa vite, edhe për kujtesën, ne kemi qenë balotazh në Viti. Kemi qenë Kaçanik 2 herë në balotazh. Beles pretendojmë që kemi fituar, por forma si janë shkuar ato zgjedhje i takojnë të kalumës. Kemi qenë në Vushtrë, balotazh me Muharrem Shabanin, edhe kemi humbur për një shifër shumë vogël vota. Pastaj kemi qeverisë me Obiliqi. Domethënë 3 mandate. Xhafer Gashi fitoren e parë kur e ka qeverisë Aleanca Obiliqin, ka qenë nominum për subjektit AK. Ka dhe komuna tjera, kemi qenë balotazh në Lipjan, në një rast caktuar. Pra kemi pas një shtrirje, kemi arrit në Prishtinë numër të 10.000 votësh, që është një numër bajagi për mendim të amin për një subjekt politik çfarë AK është, ka qenë një numër i mirë. Kohëve të fundit, shihet dukshëm, domethënë sidomos mas fuqizimit vetëvendosjes, Aleanca ka humbur një pjesë të madhe të terrenit jashtë territorit Dukazhinit. Tu përfshi domethënë pjesën e Suarek Prizren, që Aleanca qeverisë në Suarek e ra vetë se
natyrisht Klin, Gjakov, Niko dhe Junikun, pastaj Niko dhe Pejen, po sidoqoftë unë mendoj që këto strukturat e reja duhet me pa realisht gjendjen çfarë është, duhet me ditë që një subjekt politik në rast se e ka qëllim numrin dyshifror, nuk mund të ketë tarme pa ushtri në nivel nacional. Edhe qëllimi kryesor duhet me konë ajo forshtrirja territoriale në tonë Kosovën. Edhe nëse është kryesinë e re, ky është qëllimi. Nëse isha emrat e ri në udhëtësi, ky është qëllimi. Ushtrirje barabartë, emra autoritativ në nivel Kosovë. Jo mi bindun që e ka bo një kryesi stabile të suksesshme edhe kemi kalu një reformë pa shumë dhimbje. Gjithmonë ka pakënaqësi, gjithmonë ka njerëz që pretendojnë që e meritojnë me qenë në struktura udhëheqëse, sidomos në kryesi qendrore, por ai që është në aleancë ai duhet me kuptuar se nuk ka rëndësi shumë çfarë pozite marr brenda subjektit politik. Rezultati i përgjithshëm është pjesë që e dëshmon secilin aktivist edhe në një farë forme lojalitetin ndaj subjektit. Kështu që mendoj që Ardian Xhini e ka një tarmë sigurt, është e vërtetë që kolegial është, bashkëpunues është, njerëzit e kanë mirë prit, shihet që është interesuar në një farë forme edhe me dëpërtu të shtresat urbane, sidomos në kryeqytet, sepse pikërisht ky farsulmi është mundu që aleanca mu quajë që është veç familjes Haradin, ajo është veç një grup i tu që kësë e kështu. Tashti ne ju kemi dhonë mundësi, një për arsyeve, pse une edhe kum hek dorë për mandatit deputetit, pikërisht ka qenë kjo, se më ndash me kryu hapsin, edhe mi thonë në opinionit publik, popullit Kosovë, se nuk është qëllimi personal, ose i karrierës individuale, qëllimi është me ndrysu situatën. Një dhonë mundësi brezit të ri edhe natyrisht me bindjen që Kosova ka merr drejtimin që e meriton, sepse unë mendoj që Kosova fatkeqësisht po mas luftës nuk e ka pas gjendjen më keq asnjëherë. Po, pikërisht këtu desha me të thotë Kosova është në kriza të shumëfishta, krizë politike, krizë ekonomike, të themi edhe krizë diplomatike, raportet me aleatët kur nuk i ka pas në këtë nivel. Edhe sipas jush, ka kritika të mëdha për mënyrën që është bë, na pedim qeveria, çka ka bërë qeveria Kurti. Ka kritika të mëdha edhe për formën se si partitë opozitare, PDK, LDK dhe Aleanca e kanë bërë opozitarizmin gjatë këtyre viteve. Sipas jush, a është faji kryekuput i qeverisë Kurti për këtë gjendje, për këtë krizë, apo është një pjesë e fajit edhe opozitës, e cila nuk ka arrit me sfidu so dohet këtë pushtet ose të themi këtë qeverisje të keqe të zotit Kurti? Opozita në përgjithësi u konë e lënduar. Edhe perceptimi publik ndaj opozitës nuk ka qenë më i miri. Pastaj mungesa e leadershipit në PDK, kemi të sinqert, me gjithë respektin për Bedrin, për Memlin, që unë i qmoj i kom me që pas një diskutim e kanë kry detyrën që shi ka hije, por nuk janë as ashem as kadre. Edhe rezultati, mendoj që i PDK-s ka qenë falënderit për gjithë aty në fuqive që i ka PDK-ja. Pastaj LDK-ja. Edhe LDK-ja ka pas trauma të shpeshta. Ndrimi leadershipit, ndrimi strukturave, humbja në disa komuna serioze në nivel nacional, sidomos humbja Gjelanit e Podojeve, se mendoj që edhe aty u pop që LDK-ja është e traumatizum pak. Do me thonë edhe sot e kësaj dite LDK-ja në luft për me nxjerrë identitetin e leadershipit. Edhe si aleancë, do me thonë, numrat nuk i kemi pas shumë stabil, me një numër të limitum, pastaj prishja e koalicionit mes garuzëve të aleancë, në këtë rast Lima Haradina, i kush e mon me do me thonë atë treshe, pavarësisht si dikujt thuhet, i duken vetëm 3 shifra, po kanë qenë shifra të rëndësishme. Mendoj që përpos, nuk po thëmë autokritik, po opozita është pjesë drejt përgjese e kësaj situatë. Nuk kemi arrit me pas bashkëpunim, nuk kemi arrit me pas ofertë para qytetarëve të unifikum, nuk kemi demonstru bashkëpunim të sinqert as në kuven, as në rrugë dhe as me qytetarë. Edhe pa modesti, me thonë që për Hekra Mush Radinaj që për 6 vjetë, me thonë nuk ju ka da kritikave derë dhe në gjuhë, bugur vulgare, kundër kryeministrit Kurti, mendoj që një punë jashtëzakonshme e kanë bo studio televizive.
Për ndryshe unë nuk kom pa opozit mirëfell në Republikën e Kosovës. Ne gjithë jemi anku në për studio, rryma shtrajt, çmimet shtrajt, inflacioni shtrajt, peja qojnë partë Serbis, peja bëjmë ata, për na nuk jem konë gjendje me bëj protest në sheshin Nën Tereza, për 6 vjetë. Mundësi keni pas. Mundësi edhe arsye. Edhe arsye të mjaftueshme, edhe kapacitete njerëzore. Jemi sinqert edhe kur kanë dalë veteranë në protest, një pjesë e madhe opozitës kanë bu hajgare me ta. Më thonë, shka ka bu opozita dhe dikon, po thamë një pjesë opozitës ndoshta kanë qenë protestat në mbrojtjet krerëve të UÇK-s në Hagë. Dhe më thonë, vetëm një unifikim e bashkëpunim, kjo o konë dhe dikon. Po nëse e këtheni pak kujtesën për 6 vjetë, një protest vetëm nuk e kemë. Imagjinoni ka ardhur Kosova në situatë njësi speciale, maskume me protestu para objektit qeveri, që s'ka ndodhur kon historinë e shteteve normale, po flasim, ndërsa qytetarët opozitarë kanë heshtë. Kjo është më thënë sen që duhet me kritiku vetën pak. Ta është kjo legislaturë që po vjenë. Unë shpresoj që kanë me hapë sytë pak ma shumë, kanë me konë ma kritik. Protesta është mjetë demokratik. Nuk do me thonë gjithmonë që ty ka me ngu qeveria. Por do të me ngritë zonin, do të me nalë këto grupe mafioze që e shkatron popullin, sidomos në aspektin e shitblerës rrymës. Në thonë kemi arrit të shifrat miliard që të blej rrymë në Serbi. Propaganda e vetë që ti njeri, e birnit në atë kohë ka qenë kundër termocentralit 3, Kosova e Re. Njëjtit njerëz sot qeverisin shitblerjen e rrymës e udhëheqin në mënyrën më të hapën të mëshme, më transparente të mëshme, nuk ka domethënë 1/5 e kima shtrajt rrymën sot se sa para 5 vjetë. Edhe del kryeministri thotë rryma është pak ma lirë se në Gjermani. Harron kryeministri që rroga në Gjermani mesatare 5.000 euro. Rroga mesatare në Kosovë pretendohet më arrit muin tjetër 500. Pra nuk është kalkulim real. Ndoshta kryeministri se ka ndjesin sa mundet me kushtu fatura, ai faturë Unë mendoj që kryeministri nuk ka fajin këtë pjesë. Familja ti nuk jeton këtu. Kryeministri nuk po du me kritiku personalisht, se është problemi ti ku jeton familja. Veç fakti që ja u ka qitë 16 orë gjys, deklarim pasurisht, kalzon e shkon në bon pushimet Malzi. Letëm kalzon një qytetarë që shkon dhe në Malzi me 16 orë. Nuk qenë. Se unë nuk e di që shkuat. Ama dhe në hes për veti për Greqi. Se mundën me thonë ma ka pagu ish kryeministri Papandreou. Miki Miloševićit, që edhe ajo mund tjetë e vërtet, po nuk qenë që shkove me 16 orë gjys. Me thonë, okej, ne po dojmë i mshelë sytë para të vërtetës. E vërteta është që rrymë njëmi ka e blejmë në Serbi, rrymë është trajt. Rrymë është aset e sigurisë kombëtare. Shtrajtimi rrymës është trajtimi i shportës mujore. Se cili frigorifer e ka çmimin 3 herë më të shtrajt kur të furnizohet. Se lidhet direkt me sigurinë kombëtare. Energjia, pa energji, nuk zavendësohet energjia me asnjë produkt. Energjia dhe gazi, monen me në këta njohen diplomat shumë serios, sidomos ta që punojnë si gjykatës ekonomik. Ata e dinë që gazi është siguri kombëtare. Derivatet janë punë bergje, tragilirë. Gazi e energjia janë asetet sigurisë kombëtare. Nëse ti thu jo gazit Amerikan, nëse ti jo i ke thonë termocentralit, investim 100% Amerikan. Unë atërë të një pyetja është kuj për i shërbej. Më dhëmë ka është qëllimi janë, edhe as ma tepër kur në kohën kur gjysa e botës, ose të pak të 1/3 e botës në luftësat. Edhe e pash një kolegë tonën që një kohë shumë i ka shqit moral popullit Kosovës si i meqë. Ta nuk e ka shliru Kosovën në UÇK-ja, po e ka shliru Amerika me NATO. Një minut ma vonë, i thanë pse nuk po koordinohet Kosova, qeveria, kryeministri me NATO e me Amerikën, tha jemi shtetë sovran. Do me thonë, jemi shtetë sovran që në arrunë Amerika. Këtu do me thonë shije, do me thonë ku kemi përfundu. Me gjithatë të Haradina, si po arrin pra një person i tillë me marrë gjithë këto vota edhe në farforme e ka plandos opozitën. Si shpjegohet kjo situacion? Unë mendoj që gjithmonë ky ka pas një përkrahje të heshtun në hije, që kur kush nuk e ka gjetë, ka i vjen. Cila do. Por nëse i shë pejardhjes në pushtet, do me që i ka shkaktu. Shkonin në Maqedoni, shene
qysh është faktori shqiptar. Tu ka kthy ma dobë se sa në vitet 2000 para luftës. Vetëm se nuk po kërset Kallashnikovi ma, po tash me vendime ekzekutive të kryeministit, ministrave, parlamentit. Do me thonë, o ka ta jek gjuhën, o ka ta jek simbolet, o ka ta jek njerëz pej punë, o ka ta manë të gjitha të drejtat elementare që janë të garantuar edhe me marrëveshjen e Ohrit, edhe me kushtetutën e Maqedonisë, janë të ndodhur në Maqedoni. Për shka u dash kë me investu qaq shumë sa mi përqa qaq të popullin shqiptar në Maqedoni. Shkonin në Shqipni. Gjithë kohën, ndërsa varën pushtet, luftën kryesore, propagandën kryesore ka bëu Bashkimin Kombëtar. E kemi një kryeministër që vitin e kaluar nëse s'gaboj, ka shku 26 herë në vet në Greqi, në pushim, në sezon veror, 0 herë në Shqipni. Po i boni 6 vjetë që se ka bo një vikend Republikën Shqiptare. E kemi raportet më të këqija të mëjshme me qeverinë e Republikës Shqipërisë. Edhe tash dalim e sponsorizojnë protestat në Shqipni, në forma ndryshme. Që s'është punë e jamja, qytetarët kanë drejt tash me protestu, me shprej pakënaqësi, është krejtësisht legjitime. Por ku jo ka i shërben që ky njeri, qytetarët duhet me e pa, pse ky po fiton, pse na s'po punojmë. Pse na jemi dobët si opozit. Edhe këta duhet me e pranu. Na ka mujtë komoditeti, kur po shkojmë ku vend aty, po kujtojmë që jemi bo qerak, pe ja di momenti kur po hinë në parlament, e derisa po vinë zgjedhjet, kush ma nuk ishe as deputet, as kryer të partive politike, qysh do me fitu ti. Ne mundohemi me bona iniciativë qoftë simbolike, nuk marrim për kraje, imagjinoni me vide edhe vrejtja për PDK. Me vide ju kum lyp një seancë jashtëzakonshme për gjykatën speciale. Me vide. Nuk ju konë gjeni me midhonën shkrimen. PDK-ja? Krejt. Pa dallim. Po PDK-ja ka përgjegjësinë kryesore. Masi e boni Shqipnia, masi e boni Edi Rama, Parlamenti Shqiptar, erdhë rezoluta në Parlamentin e Kosovës, një rezolut koti, që s'tot kur gjë. Dhe një rezolut që për besa ta me ja drejtu shoqatës Nën Tereza, as një vlerë se kish. E kum lexu, as një kërkes, as një kritik, kërkojmë transparencë. E ke votu ligjin për dhomat e specializuar, çato ligje e japin çat drejt çati gjykatës. Që ky parlamentu dashmi ja marrë të drejtën që aty në zotnive që po vendosin në emër të popullit Kosovës, pas një simbol të Kosovës. E që i majtën njerëzit ka 6 vjetë borë, e ta është për çdo ditë jashtë. Po nuk po hija ne, jam të thonë sa dopt jemi konë. Po mundohna me konë shumë i hapën që. Sipas jush, cili është dami më i madh që ja ka bë vendit qeverisja e Albin Kurti dhe Albin Kurti personalisht, ose cila është e mira më e madhe që ja ka bë këtij vendi? Domi më i madh është kostoja e jetës. Që mendoj është i madh. Është domi i dytë mendoj që janë raportet me aleat tanë, sidomos me SBA-t. Sepse neve veç e kemi ndërprerë dialogun strategjik. Serbinë veç pa e ftojnë si palë. Dhe me thonë çfarë ndrym pozicioneve kemi. Serbia një kohë nuk ka pas mundësi as me pas qasje. Ne tash jemi përjashtu, Serbia ullë në tavolinë. Dhe me thonë, kjo është një gabim fatal i kësaj qeverie. Edhe natyrisht unë mendoj që domi kryesor është kostoja e jetës në Kosovë. Shprazja e rinisë prej vendit. Ky ka thonë do të krijojmë vende të punës, ky ka thonë do të ndërtojmë banesa në kuptimin social. Ky ka thonë do ta ulim çmimin e jetës, ky ka thonë do ta ulim çmimin e energjisë, ky ka thonë çmimin e transportit. Gjitha këto, do t'i rrisim rroga, do t'a bëjmë transparencën, do t'i hekim gjipat pe kryeministit, pe qeveritarëve, do t'ja kalojmë popullit, trotuarët i takojnë popullit, jo pushtetarëve. Do të thonë, ky ka arrit kostën, ky ka arrit në 2026 me blet xhep 600.000 euro. Edhe njerëz nuk bezhojnë. Ky ka një, e ky ka blet i sot. Ky ka arrit me marr 11 milion euro automjete me qira para zgjedhjeve në Kosovë. 11 milion euro. Kontratë një burimore, automjete me qira për shfrytëzimin e zyrtarëve. Qa ju ka ndasht zyrtarëve gjatë fushatës të automjete? Me derivatet shtetit me bo fushat, me automjetet shtetit me bo fushat, me mbushje telefonike të shtetit. Kjo është abuzimi i skajshëm që po thot përëndimi i paras publike. Ata po thonë shpërdorimi, derisa të janë gjesin një emën të ri. E ta është për shkak të nëse më thu mu domi direkt. Zbutjes. Domi direkt është
1.600 tendera një bërimor qeveria Republikës Kosovës dhe në vitin 2025. Gjithë kush rënon në Kosovë, e din çka do me thonë tenderimi një bërimor. Domi dytë është, për mendim të amin, se po jekim këto kryesorë që thane, kemi janë situatë me padit ushtari Republikën e Kosovës për shujtja dhe me ditje. Dhe një ushtari Republikës Kosovës që ne kemi pas honor me pas ushtërinë tonë, sot për sot, kur po flasim unë e te, i kimi 1.000 padi civile të ushtarëve të Republikës Kosovës që ja kanë bo qeverisë Kosovës. Dhe dhanë, te tashti mundesh me thonë, po qyshe, pse, ku, arsyetimi s'kena bugjet. Po qysh ki bugjet me i ble 1,5 milion e 3 gjipa? E s'ki bugjet me i pagu ushtari. Qysh s'ki bugjet me i ble policit uniform, me i ble qizmet, me i ble pajisit. Qysh s'ki bugjet me i ble ligjën e pensionimit para koshëm. Tonë kanë thonë shëndetësim, do t'arrisim. Shkoni në QKU. Mbjen njerë një javë minimum, shkoj jakëm në ushtarja, në i prend, në i familjar të ushtarve, që edhe shkoj kujdes në për ta. Qoftë dhe me dho gjaka dishka. Kushdo që jeton në Kosovë, shkon me shërbimin në QKU, e den që gjanja është mizeri. As në spitalet e luftës, kur shka luftohet në Berlindjet mesme e pjesë të Ukrajinës, nuk e kia gjanja shka shë në QKU. Janë situata qëndë nda cak të hajnë pacientin. E ky zot një për shkak këtë propagandën e ka po që do ta zhvillojmë shëndetësinë, do ta bëjmë. Ditën që e mor fjalimin e deklaroj publikisht, do t'i nisim, po flasim mandatin e kaluar. Do t'i nisim qendrat e reja spitalore, do ta bëjmë këta, do t'i dajmë buxhetin për Brezovic, për Bjeshtën e Emna, për këto. Unë vetë dola publikisht e përkrah. Do t'i ndërtojmë stadiume e kësi, kur e hapa buxhetin, të është shpletu, lëp ku janë këto projekte? Asnjë. Zero. Nuk kanë as kod buxhetor, më thonë, ai veç për delë për i reciton popullit fjalë bukra, në realitet, so ka ndodhë kur gjë. Një rrugë që unisë 7 vjetë klinë Gjakovës është përfundu. Me 100 rrugëmjete e vdekje i kemi në atë rrugë, kur së reagon. Te një pyetje më herë që mund, do të thotë qysh prap po pës, atër si spjeguat që ky prap po votohet për kësaj shoqënie. Nëse e dim që na gjendja inflacioni është... Nuk e kem binë në popullit, si opozit. Do të thotë ju është një fojnë të opozitës. Unë personalisht edhe kërkoj falje se di që ndoshta një pjesë që mirë aleancë nuk mendojnë që unë, edhe di që kanë me më kritiku pse pe e përdori këtë tjera. Po nuk e kem binë popullin që muj me bo ma mirë e ma shpejt e që muj me i kry detyrat ndaj shtetit ma mirë. Nuk jem të folë personalet, jemi të kjarë, nuk kom ambicje personale, e kom thonë dhe po e përsëris. Nuk kom qysh me thonë ambicje karrieriste. Jem të folë për që të vend që me ndaj që kemi investu, qa që so kemi ujtë e kemi ditë, pas pari me koj lirë, pas taj me koj shtet, e pse jo dhe integrum, edhe pse jo konkuruz me rajonin, që shtetet tjera në ka eci. Na për shau nuk e kemi binë qytetarë, ne kemi mbyllë sytë, para vera, para defekteve, shihni sa arrestimet i kanë për deqë. Veç sheni, se cilë i arrestum, qofë për drogë, qofë për korupcion, qofë për lëshimet caktum, direkt, indirekt, lidhje me qeverinë e Kosovës. Po, Çfarë opozite ka bo Albin Kurti, desa e ka rëgju, këtë pozit, ose ish... E qka, si mas jush, qka për i mungan opozitës? Apo i mungan kreativiteti? Kreativiteti, uniteti. Apo i mungan guximi? Apo ndoshta është fut në zonën e komforit që thë? S'kan besem... Që majret janë ndihen komod. S'kan mirë besem. Ndoshta një pjesë për i tyre janë që 20 vite në pushtet në format ndryshme edhe janë ngopë, si të themi kështu me... Një deklarat, të unifikum, për 5 vjetë nuk e kemi nga 3 lider të opozitës. Qoftë një deklarat që në nëshkrujnë 3. Për qëndërimet saktum. Ta marim shemë gazin Amerikanë në kundërshton Zoti Kurti. 3 lider të opozitës u dasht mënyrë automatike, mrena 24 orë. Me nxjerë një deklarat për bashkë, qoftë konferencë për shtypi, qoftë farë do forme, qoftë me bojt rrezë të madhe, qoftë me vendore ndërkombëtar, ku e nxjerrin një qëndrim. Opozita në Republikën e Kosovës e përkra projektin e gazit Amerikan. Është kundër çdo gazi që vjen e që na i kem dyshimet që jo Rusë.
që sa vogël është, që sa e thjesht është, nuk ka ndodhur. Pse s'po ndodhur kjo për shkak të egos? Diskriminimi i UÇK-s, një deklaratë nuk nxjerr për liderëve të opozitës. Shtrajtimi i rrymës, një deklaratë e përbashkët nuk nxjerr për 5 vjet. A nuk po dinë, a nuk po dojnë, a i kanë ego të qaq të mëdha, po pse? Pse nuk janë gjendje me ul, na e dim për shembull mas zgjedhjeve të 9 shkurtit, ku nuk ka qenë keq, opozita ka qenë shumicë. Edhe sot është shumicë. Edhe nuk ekziston një fotografi e vetme, dikun ka një gotë ujë dikun ku e pi. Sot e ki numerikisht shumicë shqiptare ki opozitën. Me numër. Po nuk ki mundësimi bo bashkë, që se cili ka kapriqet e vete. Për pas aleancës që ka thonë, nuk kem kërkesa, nuk kem kushte. Hajde ta bëjmë një qeveri opozitare, qoftë kalimtare, qoftë gjithja e në që shdush. Pro dhe një që nërë nëse shkon opozita, e Albin Kurti është krye detyrës, me krejt këtë industri njerëzore, e makineri logjistike, a i fitozjedhet, a i vjedh vota në diaspor, na s'dim as shka ndodh me vota diaspor. Nuk dim. As nuk shohim, as nuk dim, krejt organizohen, ti ki parti shtetë, si në kohën e Shokut Enver. Pse po e pranoni rezultatin e zgjedhjeve? Na përdim që ka anomali të madhe me votat, me atë që ndodh me votat në diaspor. Cilën do për liderëve që në zanë studio bën ja këtë pyetje. Kur gjë të pakten votat e diasporës ish desh me reflektu edhe votën që votuar edhe marra Kosovës. Ata janë familjarë. Edhe nëse janë më shumë të votu për partinë pushtet. Do të me pas transparencë. Unë kam dyshime për ato vota. Unë nuk mendoj që ato vota janë të vërteta. Unë kam rast... Rezultati po pranohet. Edhe unë kam raste kur më kanë shkruar personalisht në filan pikë e votimit ka votu. Unë kam pas 2 komisioner 0 vota. Po nuk po mujmë të arvishna me vajtu, se humë si gjithmonë vajtan. Po nëse opozita ish bashkue, kish bojmë ledhet për bashkë, a kish marrë një qëndrëm, natyrisht që dhe alianca kish përkra, automatikisht. Por kur po marrim iniciativë, po thojnë, hajtë se të vëgjelini jo, me na kanë zonë. A njëherë nuk bëron një iniciativë për ty. Vjen shumë keq ka po thamë, se unë i kam shumë kolegë, por në rast se tash kjo opozit që po vjen edhe njerë, nuk mobilizohet, nuk i përdor instrumentat ligjor të përfshi rrugën. Të veç ki qysh me thonë, veç me jazgat jetën këti pushtetit. Nuk lodhet Albin Kurti me statusat Facebookut. Asun si shalodhi shakon vendi. Besimin qytetarë ku marë, në atën e mirë, shkru një gjithë ditën. Do është me da në rrugë me i kërku drejt atua. Do është me da në rrugë me jamohu drejtën ati me i thonë Kosova jo gazet Amerikanë. U dash me protestu shqiptarë. $6 shesim tonë në Macedoni qymyrit. 2 megawatt ja marim 1.700 me taksa paguzve të Kosovës. I njëjti kryeministër dhe ke flajmë na në thesar, nari, na kemi pasuni, na do të prodhojmë rrymë, do t'ja ushesim tjerëve, do t'a ulim çmimin. Sot, qymyri janë shkon Macedoni, nëpërmes grupeve kriminale vetëvendosjes, që i kanë lidhje të shkorta me qeverinë e Macedonisë, djegët qymyrin Macedoni, na shitet njëve energji, 1.700 2 megawatt, një toni jani që i prodhon 2 megawatt atje, shitet $6. 42 kilometra është Shkupi me Prishtinën. Ku fini? E na dojmë e mbrojt ambientin. E rrujmë ndotjen ambient se e ndotjim ambientina. E globi terrorizohet për i prella, që një bombe që lëshohet sot Preshnikros, është sa 30 vjetë termocentrali janë sa prodhan ndotje, e ne këto kokemet ne pështu botën për ndotjes. Krejt këto janë të organizum, planifikum, edhe sot ka kësi tregtije të lirë, para agem opozitar, ka Albin Kurti në qeveri. E përmende edhe rrugën, si formë të opozitarizmit. Rruga është vetë një rrugë. Jo e përmena, po është vetë një rrugë. Mi ja u qelë sytë poplit, e mi ja bo me dije këti zotnisë. Se ti e ka vendos në emën popullet, e popull jo me dhonë. Unë jam pro gazet Amerikanë. Unë jam pro prodhimit energjisë në Republikën e Kosovës, ndërtimit termocentralit të ri. Unë jam pro zhvillimit infrastrukturës në Republikën e Kosovës. Unë jam pro çdo projektit përbashkët kombëtar.
Unë jam pro çdo vendimi qeveritar kundër Serbisë. Unë jam kundër trajtimit rrymës, unë jam kundër blerjes rrymës Serbi, unë jam kundër me pas dogan Republika e Kosovës me Shqipnin, e 1,5 miliard i ble produkte Beograd e mi pronë Prishtinë. Unë jam pro taksa në pronën e Republikës Kosovës, në tokat që punohen me konë zero. Mos më arë situata me të shqit 16 euro 1 kilogram specat Greqisë në Kosovë. E specat e Republikës Kosovës, pej 15 gushtit, dhe me 15 shtator, shqitën me ka 7 cent. Tu ka shqit 1 kilogram qërshia, dhe 20 euro në Republikën e Kosovës, që e narë pej Greqie, pej Kudion, pej Turqie, momentin që ndalë produktet tana, nuk më shelë kufini. Tu ka shqit 1 kilogram qërshia Republikës Kosovës, 25 cent. E shkon këj bastis që mështore tana, i mbyll gurorët më sot për sot, kur po folim unë e ti, ja ka marrë licencat gurthyzve, jënë të ble gurë në Beograd, Serbi. Milion euro në ditë jemi ka e qojmë Serbisë. Krejt infrastrukturën që e kitu ju zhvillu qofën ato privata ose publike, është ka ndërtohet me zhavartë Serbisë. Kur nuk më imbin ti që këto jënë vendime krejt pahiri, krejt do jënë marrë në vesh, krejt me marrveshje bo, edhe bastisjen që mështore, krejt jënë me marrveshje. Gjitha bohen këto të planifikum, që është mi domtu operatorin vendor, mi favorizu zotnit që na kanë prejnë fët 500 milion vjetë, e më nëzike me e këpiktuit. Unë këto e shoni dorë të hujen të keqe Republikën e Kosovës. Edhe orientimi politik i këtij shteti. Unë jam konë anti-Rugovist ku shëmon me. Por veç për një sen ja kom pranu Rugovës që ka drejt edhe sak orientimin. Përëndimi, Aleanca Amerika. Do me thonë, për këto, i kom thonë që ku e ki dorën Allah të kohë. E sot për sot, 2026, ku shtetet për ecën shpejt, rajoni u hinë nada. Ne jemi jetë funi pusit. Do me thonë, se ne mërë kush seriozisht mo. Edhe tash këto sene duhet me dalë në rrugë, me protestu, me kërku. Me lyp, qytetari ka drejt me lyp llogarinë. A do të bëni ftesë partive tjera për forma të tilla të protestës? Fjalët mira edhe ftesë çka më ka folur. Pe shtatorit, unë mendoj që rruga është vetmja rrugë. Për mja bo me di edhe kësaj qeverie, edhe opinionit publik, edhe faktorit ndërkombëtar alatëve tanë, se nuk mendojmë si këtë. Nuk jemi na kundër projekteve amerikane në Kosovë. Jemi kundër projekteve ruse. Pik. Jemi pro integrimeve euroatlantike. Kërkojmë antarësimin NATO të sa më të shpejt. Këto janë senet që duhet mi pas A, B, C. Pastaj duhet me dalë me qëndrimin e qartë opozita. Jemi kundër blerjes rrymës në Serbi. Lema timu tregun e lirë. Këto janë shpifje e zbulimet kohës për me arsyetu blerjen e rrymës nëpërmes Tiranës. Pe Tiranë blejmë Podgorica, Zagreb, Beograd. Shkojmë pak ka Athina, Macedonia. Me thonë, këtu i qarkullojmë na 2-3 miliard për 5 vjetë, e Kosova qytë 2-3 në kohën kur prodhon mësë shumë di energji o vera. Termocentralet tana prishen. 44% kemë prodhim të rrymës sot në Kosovë. Do me thonë, 1/5 prodhon. Tjerat janë bloku, prishne. Delga Albini na mojke legjerata një herë bëjleri mas në i filteri. Del të shkallëzëm të filteri a bëjleri shështë që e ka blenë rrymën në Serbi 1 miliard euro. Ku e ki prodhimin e rrymës? E ki drejtorin e keke në burg, ku ka pos qasje në komunikim kryeministri, kur ka hek operatorin vendor e ka pru grek. Me evitu, është rasti akt akuza, është publike, i keni pas SMS-at në komunikim, edhe kur kush shmonë përgjësi, po që çdo vend botës, a i kryeministri çdo është me dalë para drejtësisë. Edhe për ma pak sene kanë dalë para drejtësisë. Lemo, me shkuti me i thonë, shko heke të filonin e që të filonin e jom shef, o që të i ka po që hadem shef të hade. I shala dele fleta i farë drejtori. E nuk e vunë burgen për dejona me hajlën e Greqisë. Të kremi dhe njerë të qështja e protesta që i përmene prej vjetë. Kisho që të pëlqej. Natyrisht. Edhe unë jam favor të kësaj, do të thotë se... Mirë mora një opinion, se tash apo dhe na, po gjej për krajë, kështu si ide. Se janë forma ma demokratike qytetarë që dalin gjithkund këtë botën, dalin... Shumë i kanë kritikuar edhe protesta në Shqipni, po i kanë dhonë vetëdije qeverisë. Po si jo,
E kanë pjekë, këshini do vendime, filmë, parlament, do të taksone, do të nalët e... Nuk është që ka dridhë themelet. Po, do të ullën çmimet e plazhave, nuk do të lejon më murë ndarsen mes parcela në plazhe. Kretë këto tash përdojmë një bovë me lëzë, nesër qesin në parlament. Sot nëse zgaboj. Po, sot është mbledh atje, vendi. Sot kur po Kjo i bjen që ka pasin pa. Fillu bëndo investime, fillu në shumë do pare për kategoritë sociale, fillu shku në spitale kësërën, që shot gjenja spitalore. Nëse parti tjera opozitore, PDK dhe LDK, janë indiferente ndaj ofertës tuaj për format ndryshme të përfshi edhe protestat prej vjeshtës, a do të veprani të themi solo, vetëm aleanca? Nuk mendoj, unë mas pare nuk mendoj që duhet partit me protestu. Unë mendoj edhe VV-ja, qytetarët e Republikës Kosovë, pavarësisht që kanë votu VV-n, ajo ka rënë në Kosovë. Ajo ka pagu në rrymën në lajë si unë si aj. Unë mendoj qytetarët e Kosovës duhet me dalë në rrugë, duhet me protestu, nuk po flasë Davut Haradinaj. Unë s'kom qëndrem, qysh me thonë, pse kom një ambicie X. Më thonë që këj popull vetë duhet me dalë, edhe po, normal dikush duhet me marrë iniciative. Kof nevoja duhet më kriju një trupish, NGO, shoqëri civile, pavaro, njerëz të artit, kulturës, sportit, poedione, nuk është të thonë këto AK, PDK, LDK. Tonë, edhe VV, edhe të pak nashnit, edhe neutral, duhet me dalë në rrugë. Nuk po thëmë me shku me thuj gjoma, nuk im ka thëmë me sha, me fliq, me fy, me ofendu. Unë im të thonë të kundërte, me kërku. është mjeti ma demokratik me kërku transparencë. Me thonë, për shka na jemi të blej rrymë, apo me ditë kur na kem kapacitet me prodhu. Pse nuk jam një licencat solarve, kur na kemi dilit mjaftueshëm me prodhu energji solare. Pse për shkak nuk kemi na rezervat ujë. Kur e dim që lumejt tanë për 17 orë dalin pe Kosovë. Sot për shkak 80% Kosovës e ki pa ujë. Ti mundesh me thonë, po jo pse se keni pa bo, o ti shoq, qaq sa u bo. Po nuk jem të folë për një muj, jem të folë 6 vjetë e gjysë i boni në kryet qeverisë. Kjo ka i qeverisë 25 miliardë i sot. Po gjatë shtetit. Edhe se ki një projekt vetëm. Imagjinone, një stadium s'ta ka bo, një spital s'ta ka bo. Kur folke për qerë, i mora statistikat, asë një qerë në Republikën e Kosovës nuk është investu me bugjet qeverisë Kosovës. Imagjinone për shkak 780 e diçka shkolla janë konë të marrum me 15 miliard bugjet. Janë konë 12 kazerma ushtarake, 72 stacione, 9 stacione policore, 8 spitale regionale përfshi edhe QKU, 35 QKMF që quhen regionale. Krejtë këto me qëtë bugjet, vogël. 300 e diçka kilometra autostradë, pe i matë mirave, bile kjo për Shkup, nëse zgaboj kënë shpallë ma e mira në botë, mrena qëti vidi. Krejtë këto infrastrukturë jënë pare, me aeroporte, me ketësa, me hamame, me dreqe, me krejtë, ka pas të lashe. Po këto jënë kry. A me 25 miliard, mos me pas 1 metër, 4 trakshe, Republikën e Kosovës, kjo marë mërë, dalin 40 herë prej në qëret për Podojeve, për Mitrovic, nuk kalzojnë që është donacion i nisë në kohën e Paleks. është donacion i Kuvajtit, nuk është i Republikës Kosovës. Ka participim të qka Republika e Kosovës për Mitrovic. Shko këshu një projekte tjera, shko këshu në rrugën e Gjelanit, personalisht e kumë pa kryeministrin video selve kur ka thonë fond vitit 2023 do të përfundon autostrada. Shkoni këshur në autostradën, edhe ato pare që në investujën shkatru. Shkoni pej për zren, shene, shkoni Gjako, plin këshune. S'po kryon kërë ato? Jo, pa ato që në kryt ashtë ato duhet minis për zdytjo 2 fish kosta. E din Libor në Aleu kërë shaj këtë qeverin, në atë kohë dhe i këtë për i shpënsoj shtrajt. Me investim dhe shpënsim të ishtë qeveris, i ka dalë ma lirë se sa vetëm shpënsimi kësaj qeveri. Po prap nuk kem bo vrejtje, nuk kem fol, se vetëm le të kryet rruga të dolci. Po do me thonë edhe me investu rrugën, edhe shpënsimin, kostoja e përbasht është ma e vogël se sa vetëm shpënsimi kësaj qeveri. Edhe nuk e kem kritiku se po doj me e pa atë infrastruktur të kry. Po njerëzit duhet me e pa që ka ndodhë.
Shumë të kuptoj, dhe më thonë që propaganda rrjeteve sociale për bën efektin e vetë. I folë sa dush, hajnë Facebook, Plakaqak i ka kriju do fake account për ndikon, për ja shpërlan trunin qytetarit tanë. Se thëj ka i musmanin për Amerikën, kusho Amerika me në kalzu neve në Kosovë, e ja boni aja studësh për Amerika, dhe aja musmanin që unë jetoj në Norvegji. Dhe me thënë, po të shosh atë poli herë që i njëri që rënë në Kosovë. E zhvillohet shtu, e rritë shtu, e rritë minë shtu. Për ndryshe, të armën këti veni së unë janë alkush. Mos bona adho në vishë dëfetist të lejmëtorit keqë. E armëja këti veni është e garantumë, nuk mu e këta kush mas. Edhe nëse qmenët Albinis, mu e këta në këtë vend mas. Ka veç mu e nalë, mu e vënon, mu e vështirëson jetën e qytetarët. Mu ne i pamundson disa projekte kapitale, qofshin edhe regionale ose botnore që edhe na lëndojnë. Për ndryshe qarë pa buskan. Edhe bëndu, ne që keni mi pa qëtë kryeministët të thonë, po jam pro gazet Amerikan. Veç bëndu, dita ditë keni mi pa. Po thu që ka me ndrumendja? Që kë kryeministë, pa që këtë kanë rumene për gjdo për 300 milion premtime që i ka thonë njëse ka majtë. E bukitoj njerë që kam i majtë, ta unë e di dhe e marrë me vlorën, e qaj me vlorën, to palavra. Jo pyta në fillim, a jeni përgadit për zgjedhje? Kam fillu me qarkullu zëra dhe duke e njohë pak edhe sjelljen e zotit Kurti që ka bëjë gjatë këtyre 2 viteve, duket se prap era zgjedhje për vjen. Na për shembull e kemi, domethënë ton javën e shtytit datën për konstituimin e kuvendit, thotë çka pat nevojë me u zhagit kaq shumë, certifikimi i rezultateve është bë para 3 javëve nëse s'ka bëj. Ashtu po. Po. Edhe çka pat nevojë me u shty, do thotë këtu mu personalisht që më duket është që ka me umajt seanca e parë, konstituohet kuvendi, formalizojnë qeverinë, edhe keni me shku si legislaturë në pushim me njëherë në pushim vjetor, edhe kur të vjen tani afati kështu në zgript 4 tetori që i përfundon UD-s, atëherë fillojnë do negociata kështu të vrullshme do edhe këtë përpjekja ka me qenë me alo fajnë juve që partive opozitare në këtë rast krejtëve, që ju nuk bashkëpunuat edhe pra përshkojmë në zgjedhje. A do të pranoni me shku në zgjedhje? 2 janë qa është të ndodhe. Para është që, do me thonë, i ka, nëse s'ga bëj, 9 ministra deputet. është vepër penale, është shkelje e ligjit, deputeti në najtë dhe minister. Kjo për të mi që dhe në fund të afateve ligjore që me i majtë pozitat e ministrave deputet e arshëm. Kjo është e para, dhe këta di edhe për mrena e vëvës. Pastaj është e dyta marrja e kohës. Në rast që ne do të kemi qeveri dhe krye parlamentar, pa një marrëveshje për zgjedhjen e presidentit, ne shkojmë zgjedhje. Sepse ky është ka i konsumon gjitha pozitat kryesore një partijake. Ne do ta kemi një qeveri të minorancës, jo në kuptimin minorancës numra, po të minoriteteve që do ta marrin peng Albin Kurtin, se tonë e dinë edhe unë nuk e di ai ka bëu kjo alo gjardhen jo, sepse matematikisht nuk e di çush i ka gjardhen jo, se Niva kur tha do ta krijon qeverinë, unë nuk e di me kon. Po zakonisht kur themi kështu menojna në minoritete që historikisht kanë shku mas fituesit. Po, nuk i mjaftojnë, që ata që i ka pas, nuk i mjaftojnë, që kjo i ka pas edhe ma shumë edhe krejtësisht i bëjshin 63. Me thonë kjo nëse i ka 53 sot, unë nuk e di ku i ka edhe 8. Kush janë ata 8? Me thonë se nuk e di. Mund t'i ketë, unë nuk për e thëmë që nuk i ka, po unë nuk e di a i ka bu numra. Pastaj ja do të ketë zgjedhje. Nëse kjo do të ketë qeveri, unë nuk e shoh qysh nuk do të ketë zgjedhje. Me thonë qysh parashek kjo që do t'a bon matematikisht po flas numrin për president. Unë nuk shoh zgjidhje për po zgjedhje. E të nja do të morin pjesë zgjedhje, aty të një takon aleancës me vendos. Unë e di që aleanca është mirë, kushti parë se me shku në zgjedhje me kërku qeveri teknike. Qoftë edhe 6 mujore. Pikërisht këtu desha me dojtë, për shkak se tash i lërë nëse më gove me kujdes për tash. Është pothuajse e pamundur me fituti partitë opozitore kur e kanë këtë shtetin kundër. Thashun në aparaturën shtetënore nëse ja lënë dispozicion, s'ki nevojë me shku në zgjedhje, veç tu i përsërit e rezultatit. Më thonë se ky zotnia nëse del me gjithë këtë industri, unë po flas me tonë ka ministra këshilltar, nëse ky i ka harxhu 28 milion zyra kryeministit
që shkime sfidu. Nëse kjo I ka dhonë 200 milion 30 para zgjedhjeve, që ka me marrë pjesën në zgjedhje, çfarë zgjedhjeve janë ato. Nëse kjo I ka rreth 5.000 staf me automjete, me derivate, me gjitha, në pozitat kryesore të shtetit, e del në terrenën fushat, nëse kjo ka kap edhe kryeprokurorin, nëse I ka të gjitha mekanizma në Republikën e Kosovës, çfarë zgjedhje demokratike janë ato. Më thonë është si me shku Miramurit në kokë. Nëse dojmë shku në zgjedhje si parti garuset, barabart qeveria do të më konë teknike, 6 muaj. Ose me kalu tranzicionin zgjedhor. Bëhet një qeveri e përkohshme, ku merr pjesë edhe vaja, s'është problem, do të thonë absolut, I organizojnë zgjedhjet në mënyrë më transparente. Japin afatet mjaftueshme kohore, jo me shku më printu votat nëpër kafe, në diasporë. Mos harroni, flet votimet në diasporë, ka nejt 3 javë nëpër durët qytetarëve. Është bërë masakër elektorale në diasporë. E kemi mshel gojën për hatër demokracisë, mos mi lëndu Kosovën këtë kohë, po kjo nuk do të shkon deri në pafundësi. Janë shit votat nëpër kafe nëpër Evropë që kanë dash. Një ministër I Republikës Kosovës ka në Gjenevë me det të I ble vota nëpër kafe shqiptarëve. Edhe e din ajo ministër, jo ministër, për ka me kom fjale. E din kush u ko në Gjenevë, ku u ko në Gjenevë, konzuj tanë kanë bo, jënë të involvu në këto tema. Në Kosovë vret viteve të fundit një debat kogja polarizues edhe për çështjen e UÇK-s, vlerave të luftës së UÇK-s, që ka qenë krejt na e dim ka qenë projekti më I madh që shqiptarët e Kosovës e kanë pasur në historinë e tyre. Si e shpjegoni këtë klim që ka zona shumë që tash anti-UÇK, denigrojnë figurat njohura të UÇK-s, komandant të ndryshëm. Si e shpjegoni këtë çështje? Mendoj që ky opinion nuk ka. Historikisht, të një pjesë e Republikës Kosovës, fatkeqësisht e dove që e mendojnë që nuk u kon dita e çlirimit 11 qershor. Se në peja se I dite I kanë humbë privilegjet jugoslave. Po mendoj që kohëve të fundit me ardhen pushtet edhe me frymen që e ka kriju pushteti, ta kanë marrë guximin me plasu në opinion publik. So mendoj që këto mendime ka I kanë pas pej ditës ne kur ka fillu lufta, gjatë luftës, pas luftës e deri sot. Këto tashmë janë veç në publik, unë shpesh e përdor një shprehje popullore, përdoret e na. Duka gjenë atje, thotë, desa s'ka pas Facebook, budallën e ka njoft shtëpia vet, mas shumë ti më halla. Ku dul Facebooku tash bën 1-2 jaja. Domethënë se budalla po del vet aty, po ekspozohet, po kompromitohet. Por klima, fryma që kanë kriju pushtetar e ri, që edhe promovojnë libra anti-UÇK para 3 ditë në Beograd, e që të mohojnë masakrën e Reçakit, e që qytetërisht nuk I din evidencat sa janë vra, qoftë për kaz ose qoftë në për masakra ndryshme meje apo ku e diun, atëherë ne nuk do të një çudit një qytetarit zakonshëm. Se letësisht ai po thot ai moti u kon, ai kush u kon, ai di kur u kon. Por një fakt Iler që duhet me kuptu dhe besu, kur nuk ka pas frym më të mirë pro UÇK dhe nacionalizëm më të madh në Republikën e Kosovës. Mu nuk më duket pak nëse janë 55% pro UÇK. Ndoken shumë. Edhe mendoj që vetëm se ka më rrit kjo. Ka ndonjë matje për këtë apo? Gjithmonë, deri në 70% ka shku para 3 muajve. Domethënë, nëse është që kjo vlerë shoqënore, mu më bën muni, jo vetëm krenar, se unë në fund ditës unë s'kom luftu, më vlerësu dikush sot. Unë kom luftu, ja kom bo mundin në Izmetin, mos me pa qizme në një milici që ka rrej sherë. E sot se shemo. Që ajo është, domethënë, e arridura numër 1, pastaj arridura numër 2 pavarësia. Dhe personalisht e konsideroj të arritur numër 3 ushtria, që e kësha konsideru shumë madhe antarësimi NATO. Dhe me thonë kur do që ndodhë hapi radhës, duhet jetë kë. Po, mendoj që popullë janë për çdo ditë ma shumë, o ka jep hakin sakrificës luftën e fundit.
Edhe kur pishe këto luftrat që po ndodhen nëpër botë, kur pishe ta marrim shembull Ukrainën, mobilizimin e popullit të Ukrainës, rezistencën e Ukrainës kundër një superfuqie botnore, urna që i merr Zelenski që as 18 vjet nuk guxon me dalë për shtetet, pa mobilizuar në shërbim të atë dhaut, sakrificën e madhe që i bojnë, krejt këto, unë mendoj që po ndikojnë edhe te qytetarët tanë, bëjtojnë që marrë si Coca-Cola me ardhe i të liria. Se edhe Zelenski, nëse si ka aeroplanat e NATO-s, çdo pushkë, çdo municion, çdo pajisje më të sofistikuar NATO se ka në dispozicion. Pra unë nuk mi ka gjujt me parashut NATO, ja, po ja ka hi Beogradit. Kjo, do të thonë, mendoj që u kone arritur që shë tha edhe të historike, dhe për këtë arsye nuk duhet me lëndu. Këta duhet me kultivu sa ma shumë këtë aleancë, se jemi popull i vogël. Jemi në një ambient ku rrëthohemi me armisht fort. Serbia është shtet i vogël, po satelit rus. Krijohet përshtypja nga një herë që kur i nin sidomos eksponent që janë gjenerat më e ri, që duhet me të bëjë përshtypje. Sikur po harrohet mundi i madh që e ka bërë krejt ky shoqëni për me ardhur deri sot. Në qysh po merren gjërat për të mirëqena. Ju personalisht për shembull, një 20 vjeçari, qysh që se ka përjetu luftën, çfarë mesazhi i kishte dhënë? Një shembull thjesht, unë edhe bendo, nëse zgaboj edhe të kum taku, nuk e di çfarë aktiviteti sportiv ka pas, e kum marrë një flamur me Shqiponi, e kum qitë në qafë, 28 nëntor. Do të jetë para 10 viteve. Jem shku në një lokal të kafet e vogla në qytet. Kur jam hi në qytet, pjesa dërmuese më kanë kthyer qyre laki. Sot, nëse është 28 nëntor, me daltin në kryeqytetin tam e tonë, marrë është mësë me e pas një simbol. Qoftë Republikës Kosovës, qoftë simbol kombëtar, qoftë UÇK-s. Pra kjo i bjen që është një vedije në rritje. Një rije, një re, sa do që mundohen musil parisjen, duhet me e di që pos se dash dhe vendin tonë, e pos s'ke patriot për vendin tonë, as parisjeni nuk pranon, as londinezi nuk pranon, se ata të shkyjnë me bëm ja prek simbolin atyne, vlerën atyne. Tash për marim shembull ndeshjet futbollistike. I keni pas çfarë luftë bëhet për identitet. Kryesisht me simbole. E pas Spanjen, krejt ata flamura, se ndoshta dikush nuk i ka kuptuar çka do të thonë ata flamura që i pshtjellshin. Krejt ata flamura janë të krajinave, republikave, qofshin basket, qofshin ku diun çfarë rajone përfaqësojnë futbollist. Pra edhe aty demonstrohet nacionalizmi. Na në Kosovë jemi nacionalista. Se veç fakti që ti ke dalë ushtrisë tret në Evropë, me disa pushme si gjima, pa ku nacionalist, zbohet ajo. E sot, unë mendoj që jemi shumë ma mirë, sepse tash e kemi shiju lirin, nuk e jepim lek. Në atë kohë një pjesë e mirë njerëzve nuk e kanë ditë fort është ka të më të liria. Sot, nuk mund është e djalin tam me shku mi binë që një polic ka drejt mja ishu blak. Nuk mund është mi binë kur shysh në asë një mjetë. Edhe ti kur i thu, policia serbe ka rrej popullin e Kosovës, pyetjen ta bën pse? Çka keni bo? Jo, ka rrej se ko shqiptar. E sot, a imagjinon ti marrë dy polic serbe me rrej në ikon në kryeqytet. Po më i ligi, kam janë nxerr syt. A i ki me qindra pamje, 101 protestues me 10 polic i rrejnë gjysën e studentave në të 10-at, 90-at, dhe 97-at. Dhe sa kërsiti pushka. Kur kërsiti pushka, atër gjithë shka më pshelet, dhe thonë atër kry për kry, lehat faktura. E unë menoj që nuk duhet një tu të armës edhe në aspektin kombëtar. Ka ra interesimi për pjesëmarrjen në ushtri, që kjo është pak shqetësuese dhe mendoj që ky ministri që e kem mbrojtës është djalë i mirë, është vetë ish ushtari i UÇK-s, edhe familje mirë, është edhe i shkollum mjaftueshëm, një mirë elementin ushtarak, duhet me investu shumë në krijimin e klimës pozitive për regrutëri. Në një kohë i kem pas deri në 7.000 vet për 70 vende. Sot mbi 10 herë shpall konkursi për regrutim 360 ushtarëve, është mbyll, është rihap, është mbyll, është rihap, s'ka interesim. I kemi 1400 ushtarë që kanë ndeshur uniformën.
punojnë kamarjera, se nuk ju del paga. Këto sene duhet mi marrë seriozisht, sidomos Ministria e Mbrojtjes. Ata duhet me punu shumë ma shumë, me bo shumë ma atraktive, me rrit adrenalinën kombëtare. Nuk është veç pushka mbrojtje. Karakteri i fortë i një ushtari që ajo mbrojtje. Ukraina me Rusi nuk konë 0-10, po morali fort që ku janë sot. Rrini Ukraina me bombardu Rusin, pothuajse den krye qytet. Do thonë, ne moralin nuk guxojmë me elshu, sidomos të uniforma. Se është mekanizmi kryesor mbrojtës. Policia mund zhënjet një polic, vjen një polic tjetër, gjithmonë do të ketë turbulenca, po me gjitha ato, policia ka një përgjegjësi krejt tjetër. Po është edhe morali pa shujta, nuk shkon. Morali... Përmene vetë, në fillim do thonë, ushtarët e FSK-s e kam pa ditë Ministrinë për çështje ma... Unë nuk dalë në televizor... Si shdesht me u përmen. Se shka folet për uniformën, e konsiderojt shajt, qoftë e policisë, AKI, se ushtrisë. E zjarë fiksa, po ashtu. Jo më shku 100 milion herë në veri. Dhe me thonë, para qeverisë kurte, mas qeverisë kurte, me 100 herë, një herë biles, pa modesti jemi konë edhe bashkë. Bashkë kemi konë herë. Edhe nuk po du me shqit patriotizm, as trimnia, se unë jau di gjenjen që i kemi pas polis. O, vllave jam, nuk e kanë pas një toalet. Jo në shku i kanë lutë Serbë me idej në banjë. Serbë e i kanë refuzu qytetarë. Me thonë, njësit speciale i kemi lonë roje në kushtet ma mizeri. E mos flasim për objekte që me Demek i kemi ndërtu, i keni pone për këto vitet që biqesin, pa ato asas shtalle dera nuk është. Jo repart policor. Me thonë shtalle dera bre nuk është. E tash një tit mburësh me qatë uniform që e kemi investu 25 vjetë. Mburësh me qatë adjem që i kom vënë shumicën e ty në njësive speciale ushtare bashkë luftarë. Që i kemi uniformu, e trajnu, e stërvit, e pikrisht me qëta që ne sot për ju thojmë jo me Amerikanë. Që ata e krynë detyrën, ku do që ti qështi. Asë një mëri qeveria Kosovës nuk e ka për rezultatin e policëve. Se krejt që a keni buja, keni dhonë një urdhën. Asë një sen ma shumë. Jarë dhe ke marrë ushtarë, policë, ndet që janë ja keni rru uniformat, mi ki qunë bëri. Mi ki leon ka 2 javë. Shumicën e rasteve pa ushqim. Në shumicën e rasteve me municione private. E dalin shesin palavra për institucione, këto që ish na jemi të e bome, se bome. Shka bone ti? Shka bone ti kur shkon me 30 gjiba i agrajisejt meron polis të shkret që se ka një kafshat bok për institucione të tua. Që që ja pagun orarin shtesë. 90% e polisve elitarë në Kosovë i ki rojet lokale. Shumica e polisve punojnë shitën argat në për njerës. Kamarjera, roje diskoteka, roje barëv, eskorta të kriminelve që na vinë në për Kosovë për Shqipnije, ka 10 polis njësive speciale që li pagujnë me ditje do të me marë. E shumica për aty në kriminelve boa kia, nesër mas nesër vjen një urë do të me arrestu, po i njëti që ka rujë. Kjo nuk është armja e sigurisë, unë prapë përdojnë nga shumë banal që visë të kritikue, visë të shohë, visë të anku, po jënë do sene që jënë shqetsuse. Duhet me ndërhy urgjent shteti, nuk ki arsye. Shkon ja vjep deputet dhe rrogën e tramvajt. E ushtarët kanë pa ditë për shuj. Pse duhet me jadhon rrogën e tramvajt deputetit? Qa bunë ja i deputet që e mëritoj atë rrogë? Pse duhet me jadhon ministra rrogë tramvajt? Zavens krye ministra, shqiptarëve të ministra. Qa kanë bua ata, diçka për Republikën e Kosovës që me e mëritu? Përfshi edhe mu. Qarë mërit e këmë pasën me marë rrogën e tramvajt që që më shku 5 seanca në kretë mandat. Që kemi miratu as 5 ligje. Tek 3-4 marrëveshje ndërkombëtare, kur një sa një s'kem bote. E kjo është dhe me thonë abuzimi me paranë publike. Kjo është kur shkon kryeministri në fushat me 30 gjipa, e të meron një katon e nalet me i dugoj. E shkojnë ministrat mas ti me ka 10 këshilltar e 10 makina. Edhe ti thu, qysh do t'jenë zjedhe dhe ashme apo përgatiti me shku në zjedhe. Qysh ki me shku këti? Qysh ki me sfidu gjithat aparat shtetit e të pushtetit me një parti opozitare që i ka zjedhe të 6 mrena 18 mujve. Me dhe në është problematike. Nëse dënë me pas zjedhe,
E do me pas zgjedhje. Zotni Kurti do të me karu si kryetari vetë vendosjes. Qeverin do të me uheq, qoftë nevoja dhe me pjesëmarrje të VVS, pse jo? Edhe të partive tjera opozitare, pse jo? Unë jam shumë dakord, një qeveri kalimtare, teknike, përkohshme, 100 formalitete mundesh me janë gjitë emrin, dhe vjen procesi rregull përfundojnë zgjedhjet, vjen kuveni i ri, shumica qeverisë të ardhmen, dhe që vijat programore janë, nuk ka nevojë më ndrru, po kjo infrastrukturë njerëzore e pushtetit nuk duhet me pas drejt një udhëzim zgjedhje. As nuk e dim kush qyre për shkak çajo kompani që ja kemi dhënë e KQZ-s buxhetin për organizimin e zgjedhjeve, çajo kompani ka shtyp flet votime. Qëta patriota që po na shesin moral gjithë ditën e gat terror, votojnë pro buxhetit për listën serbse. Njëjtën. Para dite që dorën, mas dite e shanë opozitin. Njëjtët bashkohen kundër, me listën serbs ka kundër UÇK-s pjesëmarrës në pagën minimale për UÇK. Njëjtët janë bashku për ligjin për shtetësinë që ma morën fjalën, që thonë mos ndërprej këtë armiku, po ajo ligj ka me kriju pasoja fatale këtij vendi. Unë mendoj njerëz që unë e kum pas për fushat, kur më shkuaj kum gjetë shtëpinë e vajzës Rankovićit në Gjakov. Pikërisht në adresën ku e kam dëshmorin më të ri të Gjakovës vram në Koshar. Çika Rankovićit në Gjakov. E kum bë pyetjen publike, a ka jetuar në era, dhe ndikush që Rankovići u koj Gjakov sa ku dijone, domethënë është banan e ka shtëpinë. Në një lagje që kur historia e njerëzimit, ki burra pleq aty që folshëm i keni pa dhe para kamerave, jo që s'ka pas Ranković që familja Rankovići, po s'ka pas Serb. A s'ka pas as një lloj minoriteti. Tash ata zotnitin ka vinë, ka regjistrohen, edhe paramilitar që ti ka pru pej Bosnje, pej Republika Srpska, që kanë marrë pjesë në për Kosovë, tu ja dhonë shtetësinë. Edhe ata e zgjedhin. Rastin gjashtë ndodhi edhe në Lipjan. Pikërisht për këtë arsye ndodhi. Njerëzit në Kosovë, edhe në bazë të asaj që fushata e ka dhe i të mirë se në komunikim me njerëz dhe i pyet, nuk e din që qytetarët serb i lëshojnë vetit pasaporta në Kosovë, edhe që ato pasaporta nuk kanë viza për Evropë. Marrëveshja Albin Kurtit në orë. Marrëveshja orë, do me thonë, autoritetet serbe në Kosovë i lëshojnë pasosh vetit. Do të me dit njerëz të ose... Dhe BE-ja i nje. Bashkimi Evropian ja u ka hek vizat. Kanë leje, kanë pasaport veten. Me pranim dhe pajtim të kryeministit Kurti në orë. Çka i bjen kjo? Do me thonë, unë nuk e di që është një kjo do këtë ty në aktet patriotike, ku pëjgjojnë këta elementet patriotike, kur ti qitoje ka ja jep. Kur ti ja jep ishte drejtën e dokumentit, ti e ka ja jep një farloj autonomie o lavja. Në kone Ibrahim Rugos, dokumentat paralel kundër Serbisë që i kemi nshu, vetit që ja kanë nshu Kosova, nuk ti ka njohë kërkush. Lufta kryesore u konë certifikatat e rezultateve me na njohë Tirana zyrtare. Edhe aty, një për ty në më ko vetë në sikmi kër më shku në Tiranë, këm dash më regjistru me atë shtatën student, ma shumë edhe me mbulu aktivitetin pse jam në për Tiranë, nuk ma ka njohë diplomen e gjimnazit Vlezërit Frashin të qanë. Më ka thonë nuk është valide. Pra sot, pasoshat që nëshohet Mitrovicën e Vereut, shkon në Berlin, Gjenevë, Corre, ku do që ka zonë Schengen, ata s'kan viza, po shkon edhe në Spanjë. Njëjtën kohë, e në Slovaki, e në Qipro, e çdo shtet për 5 që se ka njohë Kosovën. Këto ja ki pranu. Dhe me thonë tashtë që dhe i ku kemi përfundu, edhe prap dalim e bojmë Shqiponit. Prap dhe me thonë e kritikojmë autoritetet e shtetit shqiptar. Prap bojmë thirrje mos shkonin detit Shqipnis. Prap e orientojmë qytetarin tanë tek njerëzit që botnisht Albin Kurti ka thonë e drejta shqiptarëve në Qamërije. Qamërija është e genocidiale sikurse Serbia, sikurse ajo. Shkon e takon Papandreou, aleati kryesor gjatë bombardimeve të NATO-s, seli Beograd me Miloševićin, ka kërku ndërprerjen e bombardimeve. Njëri kryesor që ka lubu kundër pavarësisë Kosovës, po ashtu i njëjti. Ky del aty me syza, rrezitet, me bashortën, edhe ato në krah. E me
Zhezheka e me Kuelion. Në me dhanë është një varë boshti të keqës anti-shqiptare që çuditërisht një pjesë e mirë e shqiptarëve nuk pe e shojnë. Dalim te tema e gjykatës speciale, po pritet në shtator verdikti final. Personalisht çfarë verdikti presni? Unë kështu personalisht gjithmonë jam optimist, po optimizmin këtë rast të bazoj edhe të e njoh historinë e luftës. Të i ditë veprat e ish-president, Hashimit, Kadrise, Jakupit, Tregjës, natyrisht edhe bindjet plot kom që do të ketë verdikt pozitiv. Por, gjithmonë është kjo por, të e po çfarë mekanizmi është në gjykatën speciale, sa dashakeq është ndaj Kosovës, kur del ministri i jashtëm i Rusisë edhe thot kryetaria e gjykatës speciale është e jana se ka kry shkollën në Moskë dhe presin dënim të krerëve të UÇK-s, atëherë unë aty drejtësi nuk pres, se nëse ka drejtësi ata janë pafajshëm. Por unë i tut në këtyne lidhjeve në hije që na dedikon edhe nuk i shohim, edhe për këtë arsye mendoj se është 50-50. Nuk po du me lujt skepticizmin, se thash, nëse ka drejtësi, ata janë pafajshëm. Edhe unë këmë thonë, jo sot, po këmë thonë që 6 vjetë pa drejtësisht janë marrë, pa drejtësisht po marrën, e dej sot pa drejtësisht gjithë shka ka ndodhë kriminale kundër tyne, e ta është pak më tutë që kja, dhe më thonë se që kja sjellje ndaj tyne, nuk e di çka do me thonë. Unë e di se aleat tanë kohëve të fundit e kanë qu zonin kundër gjykatës ndërkombëtare, jo kundër gjykatës speciale. Shpresoj që kjo do të ndikon edhe të gjykata speciale e ata burra me arë në familje vedan mas pari e me arë në Kosovë. Ma shumë i vynë Kosovë se gjykatës. Sa i përket veprave kriminale, nuk e di kush beson në Kosovë që Jakub Krasniqi është kriminal. Nuk e di. Hajde për ne të rive dyqysh, na kanë vesh që kanë dashtë e qysh kanë dashtë, po për Jakub Krasniqin, po edhe kundërshtarin më i madh nëse jam, edhe s'po di qysh më janë gjitë emrin, nuk më mbin mu dikush që Jakub Krasniqi për shkak është njëri kriminal ose ka bërë krime. E me maj njërin 6 vjetë, 74 vjeqar, gjithë shka është drejtësisë është. Pastaj presidentin, kryeparlamentarin, deputetin, me thënë, nuk e di, shpresoj që to që për thëmë unë, ata që janë përgjegjësin nga angojnë, e nuk marrë në i vendim që nuk është i drejtë, qofë për ata, qofë për Kosovën. E për atë kolegu juaj në politikë, po edhe në aktivitetet me OÇK-s, Hydayet, Najt Hasani, pat një deklarat që ngjalli debate në opinion që tha nëse do të dënohen krerët e OÇK-s, do të digjet Kosova. Si e komentoni ju këtë? Është interpretu dallash, nuk besoj që Najti ka thonë djegjet Kosova, se lufta u bë me ndërtu Kosovën. Lufta u bë me kriju shtetin e Kosovës, me kriju institucionet e Kosovës. Nuk mendoj që është ma e sakta, edhe nëse e ka thonë, mendoj që ja ka huq, unë mendoj që do të ketë reagime qytetarë të adresat, vendimarrëse, unë nuk pres mu djegë Kosova, për shka do të mu djegë Kosova, unë ajo është, më thonë, pak jo fort shpreje mesme, si mas me. Natyrisht që reagim qytetarë do të ketë, po reagimin do të jenë të adresat konkrete cilat janë vendimarrëse. Nuk mendoj që një qytetar normal i Kosovës ka përgjegjësi. Pak të kështu e menoj, edhe pse unë e ngova Najtin, nëse e ngon me kujdes, ai e tha në kuptimin e shpirtnisht që populli do të reagon. Jo në kuptimin klasik që do ta marrin Qibritin me shku mi djegë në Turkash, po nëse unë ta shoh, unë prap po them shpresoj që nuk do të ketë nevojë qytetari i Kosovës me protestu, po do ta ketë rastin me manifestu gëzimin e ardhjes së krerëve të UÇK-s pafajshëm në Kosovë. Edhe kështu duhet me besu, edhe unë jam prap po them shumë optimist, edhe ty besu shumë, edhe aleat me tanë, se edhe aty besoj që ata e kanë fuqinë kryesore, ata kanë mundësu të pafajshëm. A ka politikë
jemi bindun që ajo gjykata është kriju prej politikës, vendimet janë politike, edhe mendoj se vendimi i arshëm do të jetë po ashtu politik, po në favor tyre. Se nuk ka pas drejtësi, nuk mundet më gjyku ish presidenti i Republikës Kosovës se ju ka vjell viçi njonit në Kaçanek. Edhe nështë është shumë banale, domethënë çka kemi pa në gjyq. Pastaj nuk më i mohon deklaratat e mbrojtjes. Burrat më të mëdhenj të botës, globit, fuqisë më të madhe në Amerikë që sot për sot pa krahasimisht është nishi, janë ardhur ta kanë vërtetu çka ka qenë Kosova, kush kanë qenë UÇK-ja, edhe kush ka qenë Hashim Thaçi, Ramush Haradinaj e të tjerë. Janë ardhur me zonë, me figurë, ballë për ballë gjykatëve ju kanë tregu çu shkon situata, çka ka qenë UÇK-ja, si ka vepruar UÇK-ja, dhe çfarë bashkëpunimi ka pas me udhëheqës lider të botës për me largu Serbinë për këtujt. Kështu që mendoj që vendimi ishtë dash më marrë qatë ditë mas dëshmive tyne, se ata e kanë shpartallu akuzën. Po prapë po thonë, e që gjeni besë, kur ishe edhe shto tjerat, kur del ministri jashtëm të thotë e kena shkollu, e kena trajnu, e kena përgadit e pres që ajo ka me bo kështu ashtu, dhe me thonë tash pak, kjo dyqysh automatikisht tut, se jo që di unë e di shka ose kom informat. Shumica e opinionit ju nje përmes jetës politike, angazhimit jashtëzakonshëm në UÇK, ty personalisht edhe si familje, e pak kush ju nje edhe këtë sferën, themi, tjetës private, se çka bën Davut Haradinaja merret me sport, a del hiking, a ka kthyer kampionatin, a ngon muzik, a kthyer filma, çka bën, do të thotë para pak ditësh u mbyll kampionati botëror, me cilin ekip ke qenë? Unë në vakim ko me Anglin, kështu Po më vika kesh për ty. Mirë, kanë përvomu mirë. Kështu po, në gjitha ata, ndeshja e finales ka qenë ndeshje koti, si mas mje, me një rezultat që unë u gëzova, jo pse jam kundër Argentinës me Spanjen, sa sjellja brutale e Argentinës e meritoi humbjen. Edhe mendoj që ky mendim u koni përgjithshëm, se ata shumë pak kanë demonstruar futboll, më shumë si rugby u do këtë. Përndryshe ke brutale, sidomos pas përfundimit. Në ato gjeste, me ato skena, finalja botërorës nuk i ka hije. Sidoqoftë kjo që the ti opinioni publik çka ka politika, unë politike nisë se du. Edhe fatkeqësisht opinioni më një bashkë të që kjo që hisë kom qef. Kështu të jeta, unë jam konë pak sportist, normal. Me çfarë sporti? Para luftës, jam marrë me futboll. Nuk jam konë i mirë, po ma shumë kom pas qef se kom ditë. Pasion. Pasion e kem pas, po në kushte jashtëzakonshme, kush e man me në atë kohë, futboll të vogël kem lujt. Pastaj edhe në luftë. A ke lume në ekip? Kom lujt për Glogjan, po konë liga komunale. Kem pas suksese, kem zonë një arvene parë në komunë, pastaj jam ardhur në finalën në Prishtinë, ku konë ardhja jame e funit në kryeqytet në atë kohë, unë nuk kom lujt se u preshavoja pak, që ndërhyn policia, po e di që kanë lujt me Ferizaj nëse zgabaj. Pastaj normal me aktivitetet ndryshme, si kom nalë kur, unë jam një farforme, pak e kom adrenalinë në trup, nuk më rrijet një vend fort, nuk jam kësi hiking, shumë i pasionum, ma shumë që më shku drejt e vene ku bëjë se fa. Ramushi për shembull, ai shihet si sportist goxha ekstrem. Ti si e maj men si fëmijë, e maj men që ka vrapu, do me thonë para se me shku në ushtrit Jugoslavisë, para se me dalë me ikë për Kosovë, e maj men, do me thonë me aktivitete sportive. Pastaj u konë Luani, dëshmori, po ashtu Luani u konë ma shumë qiklist. Ka pas merak qiklizmin, do me thonë e ka pas pasion numër 1. Edhe kohëve të funit, ku konë bokser, ka boksu për Gjakovën, ka qenë koha e yjeve, tonë kushtimon me në yje të boksit në atë kohë, kampion të Jugoslavisë, besa pse jo dhe në Olimpiadë, vendin e dytë, ka qenë shumë edhe atraktive në kohë më marrë me boks. Dhe isa u largu pe Kosovë. Ndërsa të jeta kështu kulturore, Prishtina ofron shumë. Bile se njerëzit që një pjesë e madhe e Kosovës se di që e njohin pak në rajonin, nuk mendoj që ka qytet
në për Evropë rajon që krahazohet me Prishtinën dhe Kosovë. Qoftë me gastronomi, me jetë natës, me ditës, me aktivitete ndryshme. Do të thonë jemi një popull shumë i lumtur. Pavarësisht çysh e kemi gjendjen. Po zakonisht dolëm në statistika populli më i lumtur në Evropë. Kur më shku para se me fillu finalja atë natë në kryeqytet, nuk ta merr mendja, domethënë po ti shkon Kosova në finale, ai është bo qashtu ajo, domethënë janë kon 50.000 njerëz në shesh. Një farë manifestimi gati çdo natë kanë ashtu. Kjo natyrisht që të bën mirë mundi. Prapse domethënë e hekin pak stresin, e hekin këto, nuk kanë vak me ndaj në Facebook të e shoh njëri tjetrin, po hupin kohën pak me fëmijë me aktivitete. Dhe puna e hiking bjerëve që e përmene, kjo është pak edhe mirë me mgu njerëzit. Në rajonin e Dugaxhinit, Bjeshtë e Nemna, tash kanë kriju infrastrukturë pothuajse perfekte. Faleminderit shumë për kryetarëve të komunave, sidomos për Deçan Gjakov, edhe Junik, tash më rrinë të Gjerovica për 15 minuta për qendrës Junikut. Peje për 30 minuta, qoshën qosh, krejt bjerëve rrugovës, mund është mund gjitë. Dhe në qaltë Milishev, qaltë Bogiqës, rruga e Plavës, që i thojmë na, unë e kumë pa një automjet që do të shtrajt ashka janë, se si një shumë Lamborghini ashka janë, qaltë Bogiqës. Dhe me thonë maja e kufinit me Plavë, pjesa e kundër të malit zi, e kështë qitë makinën e bëjke fotografia, ku di, unë a kena i artista ka incizon dhe shka, po jem ka foli për infrastrukturën, një për automjetin, kështu që kanë fillu me i shfrytzu shumë. Edhe është shumë interesant jënë të i shfrytzu Shqipnia. Kime autobusa, po bëjnë camping, breglumejve, me mija i kia tja. Për shka unë familjen sot e kam bjesh. E shfrytzojnë qështu në i ko, shkojnë me fëmi, ambjende ka të mira, uj ka, rrezik s'ka, adhe që pastrimi mina është 100% nuk ka rrezik. Nuk ekziston, njën do zona ka kosharja që janë me shërita që ato edhe ashtu, do me thonë janë signalistika që thotë mos bjera nej, po këto pjesë tjera do me thonë janë briljante që Kosova duhet me i shfrytzu, njerëz të Kosovës. Duhet me shku, duhet me boj vikend me fëmi, edhe e njohojnë atë pasuni të kombit vetë, edhe njëjtën kohë është e mirë dhe për shëndet. Se kushdo që merret ka pak me mjekësi e den që shumë ai shëndetshëm për shëndet është bjeshka se deti. Kështu që në deti shumë parë po shpenzojmë, nuk është ku me ditë në i farë qysh me thonë health që ja e vlenë fort, për pos që bëni pushim e argjit një kohë. Kështu që po i shfrytëzoj gjitha. Edhe normal marrë kohë për fëmi ka pak. Kohëve të funit sidomos, sepse kanë fillu më rritë edhe është bo një farë kohë e keqe, sidomos të dugurit negative, unë ju rraj shumë dhe mos silë ka fëmija, kështu mundona me konë shumë i kujdesshëm, pakten me eduku që një ditë shka barë, shka zë. Po këthemi prapë të futbollit, në këtë kampionat, themi ashtu u pensionu 2 figura ndër më të njohërat, lojtarët më të talentuar të futbollit që i kemi njoftë të kohët e fundit, Messi dhe Ronaldo. Për cilin ke qenë? Cili ka qenë i preferuar jëtë? Messi, po tash prapë lidhe me patriotizëm, se që di që i shkoj njerëz dhe nerva ka pak, po për punë Barcelona bas të ka një histori bukur, s'po thëmë si na, se nuk është si na, po është bukur dyqysh me thonë që kanë bo përpjekje për pavarësie, për identitete, ku dion, edhe Barcelona ka qenë si simbol i bazëve. Edhe Messi kur ka luajtur në Barcelonë, kryesisht, me thonë, e kom pas për shefi edhe Barcelonën edhe Messi. Po natyrisht që pak luaj 4 Realit e Ronaldo që nuk i kom pa. Do me thonë, e the shumë mirë, epoka e janë, s'ka me njohë ma të mirë ma se këta 2. Do me thonë që 25 vjetë, këta veç po thuj se në çdo loje, në çdo garë, e kanë dominu edhe kampionatin edhe loje. Tash natyrisht po shihen yjet e ri Narde, që Xhamal e këta tjerë që ka janë, që është interesant që është kthy bota. Ta marrim shembull njerëzit nuk e dinë, po në Amerikë futbolli evropian, që ky futbolli që na e përcjellim më shumë pak
i shikum, nuk është i popularizum. Nuk ka arrit kur me depërtu që është në Evropë, në Amerikë Basketi, rugby, janë tjera sporte, por shembull në Zvicër është kjo e okej. Futbolli nuk është shumë trend në Zvicër. Ma shumë migrantat e kanë bo. Po nëse sheni ju tash për shembull Amerikën, interesimin, e ajo mas mirë i të kallzon sa ka kushtu një bilet me pa një lojë, i bjen që edhe Amerika dashni për shembull e pat kulmin e të arriturës, e as më tepër të organizimit, kështu që është një kampionat i mirë, unë mendoj që fati më i keq i jani që e humbë me atë lojë me Turqinë, domethënë dyqyshë pa fat se edhe Turqia nuk shkëlqeu atje heq, veç neve na mund çon. Gjos boni heq, bile më mirë mos me pashku heq se u kthyn turp num, e me pashku Kosova, për shkak për mua, çysh më thoni, shkoni kompletim shpirt në orën me pa flamurin e Kosovës të ju qel në stadion. Edhe mi pa për shkak të 120.000 njerëz të pa 1 miliard e gjysë drejt për drejt i shkon loja mesatare të ju pa. Një lojë mesatare i shkon 1 miliard e gjysë shikues. E imagjinone që për besën tash në për shumë vena që na bjen, sidomos kur jemi në këto terrenin punë që i kemi me parlament, shumë pak e din çka Kosova, ku Kosova. Nuk din as çka do të thonë Kosovë, nuk e din si Kosova është me shqiptar. Është e çuditshme sa pak njihem në përbot. Ne na një shteti me shtet, politika me politikën, diplomacia me diplomacinë, po nëse është drypë poshtë, nuk din. Për shkak më kon Turqi, me një rast, edhe çështu të fol për Kosovë, vetë këtë që çfarë populli jeton në Kosovë, në shqiptarët, jo shqiptarët që janë në Shqipëni. Tash po, ki drejt, janë në Shqipëni, po janë edhe në Kosovë. Kështu që me pa pas na ata rritur, kishim mujt me marrë një, s'po them që kishim marrë një ujë të pavarësisë, po kishim marrë një mirë një ujë botnore, se do shtete për shkak krejt kot fare ishin kon e u bote mu më kanë shtinë internet do shtete me çekirat me këshyr kush janë këto shtete se përbes nuk isha në i kor për to. Po futbolli që ajo është, domethënë është një farë ambasadori. E monin men Majdinda kur e pat fitu medaljen, kur dur flamuri janë mi flamurin e Rusisë, pa dhe çfarë debatin botë kush o ky shtet, kush o ky flamur, e ku diun, tash ndoshta dikujt do këtë pak, po për një popull 2 milion banor me nxjerr medalje olimpike është jashtëzakonshme. E shpresoj që i kampionatin e ardhshëm paktën evropian. Varet grupi çfarë na vjen. Edhe varet pak çysh sillemi, varet pak, domethënë me pas më transparencë futboll, shumë djem të ri po ndëgjoj që as nuk i fton kombëtarja zgjenien, po luajnë tani nëpër shtete ndryshme, me koni grim ma të interesum për sportistat tanë, domethënë federata duhet më e hapne me kon, me i kontraktu ata lejtar, me i marr, me i promovu, me i rrit, pse jo, domethënë unë e di që tash futbolli o biznes, unë mirë kuptoj atë pjesë. Po jo më na shku tash krejt ajka nëpër klubet botës se na në Kosovë keni ko Ballkani i suksesshëm si historie, ka me Shkëndija e Maqedonisë, Vllaznia e Shkodrës. Domethënë kur mujmë na kemi talenta me kriju kushte, kemi ligjin e sponsorizimit të sportit. Ligjin më të mirë ne kemi, në Ballkan pak në skollësh më të mirë. Domethënë kompanitë që ato taksa që kanë më pagu atë shtetet, më investojnë në sport. Me provu në klub, tash jemi antar i federatave botnore, marrin pjesë në gara ndërkombëtare. Nuk është veç kombëtarja, mundet nesër Prishtina me lujt me Real Madridin. Mundet me lujt me Londrën, mundet me lujt me shtetet ndryshme, domethënë, se mos me pas edhe na klubet, mrena për mrena, federatës, se shumë dopt jemi. Domethënë, nëse i sheni lojtar tanë, ta marrim shembull, është një djalë shumë i suksesshëm, ka qenë mbrojtës i Vllaznisë Shkodrës, e pash që s'ka gjetë të rënë kënej, kishë bo një kontratë shumë suksesshme në Poloni. Nuk e di si qëndrojnë Polak me këtë sport, e kom përkra sa ku mujtë publikisht e kështu, edhe po pritet që ja ideali mrena vitit me u regrutu për i klube dhe të maja. E kjo më bënë më gëzu. Po, si do qovë, sporti është ambasadori se cilë shtetë. I keni pa presidenti Amerikan sa involvu më konë. Nuk ka marketing ditë sotit më të mira. Superfuqia e botës, presidenti më i fuqishëm në glab. Për do të dete ka pas ka i qëndrem publik rreth zhvillimit sportit në Amerikë. Domethënë,
promovim kështu direkt, as nuk e ka kursy vetën ish, dhe edhe ka kontestu kartona të kuq nëse zgëmoj. Kështu diçka. Ja heqi kënë këngëtarëve. Nuk i krau punë. Shpesh kemi po të shohim nëpër neja me veteran, nëpër neja me miq, ku njihet konga, muzika, rapsodet. Fa muzike preferon më shumë? Valla, në rejton jam për qiftelis. Shkallëzajni u konë shumë, mos ta egzageroj, po për të rive në atë ko që ka pas një zo jashtëzakonshëm. Sidomos të kongë të Fatime Sokolit. A ka diçka të igjizume? Jo, fatkeqësisht është vetëm një copë video me rapsodën e mirënjohur Shaq Avdia, edhe babën e Dardan Mulliqit, Ibrahim Mulliqin, po disa sekuenca janë, po kështu jo, dhe më për shkak, është me 24 mars një vjetori i sulmeve në Lloxhan, bashkë që ditë kur ka sulmu në atë ndarë, po përndryshe u konë këngëtar shumë i mirë, këngë të Dervish Shaq, i ka pas shumë pasion. A në konë, kur unë jëmë kohë i ri, jënë konë tjerë këngëtarë, u konë Ibrahim Taklasisi, Michael Jacksoni, Tina Turner, shta jëmë konë koha janë. Një varvorë me shëshnije e shkollës të të një veqije, automatikisht je direkt, e normal, sot qaj që jeton në Prishtinë, dhe që muzika aktuale është R&B edhe ajo po ngohet. Normal, ngoj me shumë pasion edhe këtë muzikën aktuale, edhe pa modesti, po i kom shok 90% të këtyne këngëtarëve të rije këngëtarëve. Se jo, dhe me thonë, kemi raporte shumë mira, shumë ngjarje vinim, respektojnë, kështu kur kemi edhe politike, edhe për veteran, edhe kur ka në aktivitet, nuk pritojnë, nuk lypin lek, vinë vullnetarë, nojnë 2-3 këngë, gjepë, dhe thonë. Kështu që i kam edhe respekt edhe ngoj me shumë pasion. A ka ndonjë këngë të veçantë, e cilat ta kujton në mënyrë më të veçantë periudhën e luftës? Muja është, Këngët e Muj Krasniqi. Muj Krasniqi është i pakrahazueshëm. Për pas raporteve personale, ai ka kënu këngë që i shkrujke Regja. Tekstet, po. Po, Kreshtat e Kosovës, për shkak Tekst i Regjis, kënga për Leonin, po ashtu është teksti i Recep Selimit, për Leon Haradinajn, pastaj Kime Ukën, që ka këngën Çifteli që shëngjirë zanin, është edhe ato ka shkru Regja, po muja u konë ma shumë se këngëtar, a e bëjken dyqysh me shumë emocione, pasione, a i kur ka kënu për Leonin, kur pa i pik lënë njegër s'ka kënu, nuk konë dyqysh me i farë emocione, a i ka kënu, edhe neve të na shtikën tim. Edhe unë ka herë, po shta jo legjenda kur i kom shoh, që se kom ditë që muja kënon, e me Regjën e kështu, ata i këshin shu një muzikë, ku kënu Regja e muja, unë tash nale marë se pëja bëja ashtu, se me konë mi shliru me kongë, e këshin shliru, mati, dhe Regja në thapë se po na shonë. Tash jo i shova këta, tha po qatë ta tha jemi na. E unë me tha thash qysh, po unë muja tha jem të kënu. Ku për mu dhe nuk e di ta Allah dhe që këtani unë ku me nu dhe që një ushtar. Po, dhe jem edhe ushtar dhe po edhe kënujnë. Peja di momentit të një edhe rrugë kër i kem bo me mujën për Shqipni, me atë kambi Shkukurdhap, për faqet zez, ka 7 orë pe Bajram Curit, e dhe në Tiranë, 9 orë rrugë, Çiftelin e kem pas me vitë. E shtesha pak edhe në unë kohën, që ko rrugë e gatë, rrugë e keqe, me ato kushtet primitive, e shtesha me kënu në këmbi. Edhe ashtu e hum shumë kohën, po njëtën kohë edhe një farë forme u thej ka jo demodeja. Se bajat është se sot përbes me naj shtrem, dikon një plazh 9 saat, lodhësh, lema me hyp një këmbi. Rrugë e gjatë ka shenë. Rrugë e poshtër, dhe më dhënë, fizikisht e psikikisht dërmajke, plus kushtet primitive. Në më thonë, brezi jo i manin me në ta furgona, Po. me do drasa, me do qatë është ishin një dhej, qatë është ishin do djathe, do kose, do vodzime, do salam. Për klima, për si asë i ke mujtë me imaginu. Klima. Shumë ma vonë, po du me thonë që kjo u konë arsye atani që unë jam mishnu me mujen, ma vonë edhe me Beqen, se Beqen ma vonë e kom njohë. Po fati jam edhe tjetër u konë se në brigadë ku kom vepru unë, s'po thamë tash ku kom më dhesh, kom pas minimum 15 që në konë rapsat.
Fatmir Nimoni për shembull rapsot shumë i mirë, Halil Mehmeti, Ibrahim Mulliqi, Shoqi Avdia me gjithë shkallëzejnë jam po ashtu, këngëtar të mirë po flas. A keni shumë situata kur spajtuani me Ramushin? Kohëve të fundit nuk kisha thonë se është qysh me thonë një farë Ramushi ushterek për përgjithësisë parë edhe mendoj që ka bërë veprimin e dur, në kohën e dur. Kem pas mos pajtime caktuar. Mu nuk mbje keq me kërku falje kur është shoh që kom pas gabim. Tash të hiç nuk më marrë me thonë që shumicën e rasteve vërtetu që unë e kom pas gabim. Po megjithatë kryesisht mos pajtime në kohën rreth funksionimit në subjekt politik, grup parlamentar, përgjithësive. Na herë unë ku mendu që një tjetër e më i mirë, pastaj kështu, po jo mos pajtime në kuptimin konfliktuos, po që më ka pëlqyer ta marrsham kur e kanë emnuar ai ministër, unë kam thënë pse valla kë u bë ministër për shkak pse jo Filoni ose kundërta. Kështu, po jo diçka që kisha aty. Kushdo që më njen parti e din që unë spërzina shumë mendimare, nuk më intereson fort hiç, domethënë edhe në fushatën e bëj vet. Faleminderit njerëzve që më kanë dhënë besim në rritje tash 10 mandate. Domethënë gjithmonë më ka rrit besimi. Çdo zgjedhje unë jam pak më i votu më shumë. Ndërsa zgjedhja e fundit 65% vota të AKs ne kanë vlerësuar që duhet me kondepotet edhe hera parë që po dalin në publik pe atëherë, domethënë ju kërkoj falje atyne që i kom zhgëny, që jam largu pe parlamentit, po nuk jam largu as pe Kosovë, as pe përgjithësive, kom dhënë hapësim për një djalë mrekullueshëm bërëm Ramadanin, unë nuk kom dhënë dorëçe për ta, unë kom dhënë dorëçe se kom dhënë dorëçe, nuk e kom ditë kush do të vjen, a vjen Agim Çekja, Avnia Rifja, Arbër Tolaj, po jam shumë i lumtur që bërimi e ka marrë detyrë, do të shakon shumë i lumtur cilë do pe këtyne që i përmenda, edhe jam shumë i bindur që bërimi ka me e kry detyrën, po Daudit nuk i mungon hapësina në publik. As në media, as në shoqëni, as në komunikim me njerëz. Edhe sot ku po flasim unë e ti, është më efektshme se 50 seanca në Parlamentin e Kosovës. Edhe këto mesazhe që jem ka jepim unë e ti sot, nëpërmes juve faleminderit, shumë më shumë kanë me unë dëgju se sa po të isha dalën ja 2 herë mrena mandatit, e me i thonë ja 2-3 fjali. E kur gjo kërkuj. Se s'po moj marrin vendime në parlament që e nrojnë gjendje. Për shkak numra. E vetëm një armë që të kam në Koven ka qenë foltoria. Edhe foltoria po abuzohet. Po vendohet. Kur një nuk del mu argumentu për pyetjet që ja bën, për kritika që ja bën, del të ofendon. Dhe tash atë qaki mu këthy, ta dëgjova një shprehje një ditë shumë bukur e patë. Ta lajm nuk është njërin me hongër qeni, po nëse qeni kthehet me hongër njëri. E kundërt. Njëri kthehet me hongër qeni. E për besu në smunë kthejnë atash me hongër qeni parlament. Vesh më bo lajmë. Apo dhe nëse nuk më ka hije. E është e vërtet që do qenë po të hajnë. E kështu që ma mirë në treja rrugët. Po du me thonë që përdora këtë studio, me ju thonë që jam shumë aktiv, jam shumë disponim, edhe s'ko me hek dorë hiç dhe sa të kryet krejtësisht ajo që e kom thonë në çdo studio televizive. Karriera jam e më në fund ditën që Kosova është antar i NATO-s. Karriera politike. Por ambicie personale as nuk kom pas, as nuk kam. Zotë Haradinaj, shumë faleminderit për këtë intervistë, ishte kënaqësi. Faleminderit shumë.